Dashur miq, faleminderit që jeni sërish me podcastin e Qendresës, këtu në hapësirat e Qendresës. Ne gjithmonë së bashku kemi pasur mundësi të komunikojmë mbi tema të ndryshme, çështje të ndryshme, shpeshherë politika është ajo që është më ndjekura në arenën shqiptare, duket e kemi thënë shpeshherë sporti më i ndjekur në vend. Megjithatë ka një seri elementesh të cilat ndodhin në vendin tonë, edhe sigurisht për shkaqe dhe kryesisht për shkaqe politike që pavarësisht sa do mundohemi ne ta mbajmë larg, është e pamundur që të mos afektoj jetën tonë, qoftë në aspektin kulturor, qoftë në aspektin social. Unë për këtë komunikim kam të ftuar një mik të vjetër të Qendresës, Geri Emiri, gazetar. Geri, shumë faleminderit që je pjesë e këtij komunikimi. Si dhe faleminderit. Në fakt Geri e ka të lidhur punën me Durrësin, edhe ne kompozimin e gjithë bisedës tonë do e mbajmë tek Durrësi si fenomen ku ndodhin të gjitha. Domethënë Durrësi i bie tërmet, Durrësi mbytet, Durrësi ka trashëgimi kulturore që ka një problematikë të jashtëzakonshme, Durrësi betonohet, duket sikur në Durrës ndodhin të gjitha. Megjithatë, përtej gjitha elementeve që ndonjëherë duken kështu negative, në Durrës ka edhe njerëz, edhe ka njerëz të jashtëzakonshëm, prej të cilëve është edhe ekipi juaj me Amforën. Ju drejtoni një le të themi media kryesisht lokale, po jo lokale tashmë, sepse dukshëm energjitë tuaja janë rritur edhe puna juaj shtrihet në rrafsh kombëtar, edhe unë dua t'ju përgëzoj për një nga arritjet tuaja të fundit që çmimi i BE-s për shkrimin investigativ më të mirë shkoi për ju i 2025-s. Si ndjeni ju për këtë vlerësim, Geri? Çmimi ishte si një gur kilometrik për një betejë shumë të madhe që ne patëm nisur dhe vijojmë që ta çojmë përpara dhe lidhet pikërisht me denoncimin e korrupsionit dhe mungesës transparencës në proceset të cilat prekin në mënyrë rrënjësore trashëgiminë kulturore kombëtare dhe po ashtu mjedisin. Pikërisht shkrimi lidhej me projektin e resortit të Gjirit Manastirit në parkun kombëtar të Butrindit dhe tregonte të gjithë fabulën se si ndryshimi i kufive të zonave të mbrojtura solli dëme të drejtë për drejta në trashëgiminë tonë kulturore, por dhe në mjedis duke mos pasur mundësinë që ne ta rikuperojmë për brezat që vinë. Manastiri për shikuesit është ajo pika e vogël që ministrja ka folur në parlament, për atë bëhet fjalë. Ishte ajo pikza e vogël që në kuvend dukej shumë e vogël, se si ish ministri në atë kohë e mjedisit zonja Mirela Kumbaro e paraqiste si një hapësirë shumë të vogël dhe projekti nuk do kishte ndikime, por nga sa ne monitoruam dhe pam, ai është një projekt simbol i shkatrimit të trashëgimisë kulturore. Kjo e vërtetuar përmes metodave kastareske. Po shumë njerëz thonë që është larg Butrindin, pse e shkatron si zonë ajo? Sepse nëse do marrim parasysh vetë parkun kombëtar të Butrindit, nuk ka të bëjë vetëm me hapësirën primare pra të zonës arkeologjike, por ka të bëjë me gjithë zonën buferike. Pra, parku kombëtar në vetvete ka dhe një zonë mbrojtje, pra një zonë buferike, e cila pikërisht garanton mbrojtje nga këto lloj ndikimesh. Dhe nëse ne miratojmë pra si shoqëri një projekt i cili është pikërisht në zonën buferike, nuk ka më asnjë masë që të ndalojë ndërtimin qoftë në qendër të Butrindit, sepse praktikisht mbrojtja ka rënë. Për të mos thënë pjesën tjetër që sipas sulumtimit tonë të gjitha ato ndryshime, pavarësisht se qeveria shqiptare ka bërë në kokën e saj, nuk kanë marrë miratim nga Këshilli i UNESCO-s. Pra janë bërë pa marrë miratimin e UNESCO-s, ndërkohë që është e detyruar qeveria jonë që të respektojë këtë konvent të ratifikuar. Megjithatë aty ka një, domethënë, ndryrja është bërë në investimin strategjik, mos gaboj, në logjikën e investimeve strategjike. Edhe puna nuk ka mbaruar. Le të themi, a ka kohë për të rikuperuar, nëse do ketë vullnet për të rikuperuar ose për ta parë ndryshe mënyrën se si investohet strategjikisht në zonën e mbrojtur të Butrindit? Fakt duhet një vlerësim strategjik për çfarë është miratuar në letër dhe ende nuk është konkrete në terren dhe çfarë do të vijë, por nëse flasim për këto projekte të tjerët, duhet kemi parasysh faktin që këto projekte nuk nisin realisht siç duhet të jetë procedura. Pra, fillimisht bëhet projekti, bëhen të gjitha, si thua, lëvizjet e fijeve në toksore dhe më pas vjen miratimi nga qeveria. Dhe ne kemi parë se si shpeshherë dhe vetë kompania krijohet, dhe në rastin konkret pra krijohet kompania përpara se të merret miratimi. Pra ti nuk mund të krijosh një kompani përpara se të kesh një gjë faktike. Sepse mund të aplikosh si një biznes korporate madhe që je, po nuk ke pse të bësh gjithë ato hapa para prak, ndërkohë që ti ende nuk e marr, po themi, hapin e parë apo lejet kryesore.
Pra i qarta si është e paracaktuar, domethënë është vendosur diku në një tavolinë dhe më pas gjithçka ndodh në mënyrë për të rregulluar letrat. Kjo mbështetet për vetë faktin që ne si ekipi Media San Forest zbuluam që pikërisht në projektin e resortit Gjirit Manastirit përpara se të bëhet dhe vetë ndryshimi pra i zonave të mbrojtura mes ligjit të ri, ishte bërë projekti pra, ishte bërë çdo gjë gati, po themi dokumentacioni, gjithçka. Pra nuk mund të bësh një projekt apo të gjithë dosjen përkatëse për një zonë e cila ti zyrtarisht sot e ke të mbrojtur dhe nuk ndërhyn dot. Pra do thotë që ti ke informacion që ajo do ndryshojë pra, që tregon qartësisht vetë qasjen që ka qeveria shqiptare lidhur me këto lloj investimesh për të hapur, unë do thojë për të hapur rrugën, po për ta shpërndaluar rrugën, sepse kjo është mos kesh asnjë lloj kriteri, asnjë lloj standardi dhe filteri. E nisëm bisedën për Durrësin nga Butrinti, edhe për shkak të çmimit që ju keni marrë. Po ju e shikoni në një rrezik midis modelit që aplikohet në Butrint me atë çka mund të sjell qoftë në Shqipëri, po edhe qoftë në specifikisht në Durrës. Apo Durrësi është Unë mendoj që dëmtuar tashmë. Gjithmonë absolutisht që ka kohë për rikuperim, gjithmonë ka kohë për reflektim, por shoqëria shqiptare vijon të rendi pas vitit 0. Pra, kushdo që vjen një leadership i politik, dikush i cili vendoset në poste drejtuese, apo qoftë dhe një biznesmen i madh, logjika është viti 0. Pra ne nisim nga 0, jemi ne dhe më pas vjen historia, por nuk është kështu. Pra nëse ne do referoheshim vetëm Durrësit, pikërisht në Durrës konvergojnë pra të gjitha këto përplasje historike, natyrore, sociale, politike, sepse aty gjendet ADN-ja e kombit shqiptar. Është i vetmi qytet i cili që nga periudha qytetare e lire nuk ka rreshtur së jetuari, nuk ka ndaluar kurrë jeta. Butrinti është jashtëzakonshëm, por në Butrint u jetua për disa shekuj dhe jeta ndaloi, ndërsa në Durrës nuk ka ndaluar kurrë. Prandaj në këmbët tona ne kemi pikërisht të ruajtur ADN-n, pra kemi të ruajtur elementet identitar të kombit shqiptar, të cilat shpesh herë në përkëmbën, sepse vetë autoritetet publike zgjedhin të bëjnë këtë. Por në Durrës unë mendoj që ishte kali i parë i Trojës drejt Butrintit dhe drejt shkatrimit të trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, sepse projekti Veliera nisi në mënyrë të dhunshme. U imponua duke u vendosur në një zonë e cila ishte pjesërisht pjesë e zonës arkeologjike anë qytet, e cila nuk duhej prekur, dhe po ashtu u imponua përballë gjithë vullnetit qytetarëve të cilët ishin kundër. Kjo tregon pra që ishte një hap i parë. Teatri kombëtar po ashtu, pra shembja e dhunshme e teatrit kombëtar ishte një hap i dytë. Të gjitha këto krijuan infrastrukturën e nevojshme që qeveria shqiptare, bizneset saktuara dhe linja të lidhura me to, siç është krimi organizuar, politika dhe kështu me radhë korrupsioni, të shkonin drejt hapësirave shumë të lakmuara, siç është gjithë Bregdeti i Jugut, siç është Bregdeti për shembull i Durrësit, ne kemi zonën e Gjirit Laçit apo zona tjerë ekskluzive, të cilat nuk kanë më tashmë asnjë gjurmë natyrore. Janë rrafshuar. Çfarë do të thënë gjurmë natyrore? Nëse ne i referoheshim këtyre zonave më parë, kishim parasysh sasinë e dëndur të rërës që kishte aty, pishat e larta që ishin, gjelbrimi, gjithë ai fondi i madh pyjor, të cilat krijonin një ekosistem shumë miqësor me njeriu. Tashmë ne aty kemi vetëm disa palma që mbillen tek tuk, midis tyre strukturave të betonit që janë debat të madh midis nevojës së qytetarëve për të pasur standarde në jetë, për të pasur ekonomi, për të qenë të zhvilluar, për të ndërtuar një jetë ashtu siç e shijojnë në televizor, kështu le të themi luksoze edhe sa më afër. Edhe thon, shikon, ne jemi përballë detit. Ne kemi të gjithë këtë mundësi. A vlen të mbajmë palma të rërën edhe të qëndrojmë të varfër, apo mund të ndryjmë disi edhe të krijojmë edhe një lloj standardi për jetën tonë? Më thënë si e gjen këtë ekuilibër, se personalisht unë mendoj që dhe vetë shoqëria shqiptare, pas gjithë këtyre viteve të gjata të ashtu quajtur tranzicion, nëse është i tillë, sepse është një sistem hibrid i çuditshëm, por ne kemi tashmë biznese, kemi tashmë korporata, kemi tashmë shqiptarë të cilët janë të suksesshëm si brenda dhe jashtë vendit, që kanë akumuluar një pasuri të madhe. Dhe absolutisht kanë të gjithë drejtën për ta shfrytzuar atë, dhe mendoj që të pasurit e zonave ekskluzive për një pjesë të shoqërisë që ka mundësi të përshtatet apo të jetojnë në to, nuk përbën asnjë problem për masën tjetër të shoqërisë, bazuar në meritokracinë apo në vetë rregullin e lirë. Në fund fare kjo është demokracia, nuk ka asnjë problem të drejtim. Çështja është që këto projekte, nëse ne fillojmë dhe merremi, do marrim për shembull Gjirin e Laçit. Apo kemi resortet që po bëhen tashmë në zonën e Lezhës apo në zona tjera të Shqipërisë. Që kur nis projektin e shikojmë që ka një konflikt të fortë, pra janë pretenduesit e tokës me investitorin, që këtu nis gabim. Sepse në Gjirin e Laçit ne kemi një dosje të majme të prokurorisë për falsifikimet
e ATP-ve për falsifikimet e tokave, ku i është marrë toka një trashëgimtari të lishëm, pra që në fillim këto projekte janë të palishme, sepse merret me dhunë. Përdoret krimi organizuar për të kërcënuar njerëzit, për t'i rrahur, për t'i eliminuar fizikisht. Po, edhe në Gjirë Larzit ka ndodhur edhe me investitor të huaj të fuqishëm. Unë mendoj që Gjirë Larzit është pra Durrësi, nuk është rastësisht një qytet i tillë, sepse simbolizon të gjithë metamorfozën e shoqërisë shqiptare. Dhe në këtë drejtim, këto investime strategjike nisin duke marrë tokën private, duke dhunuar drejtën e pronës, duke dhunuar njerëz, duke derdhur gjak, duke shkelur të gjitha rregullat, sepse nuk kemi investitorë që shkojnë. Pra e keni parë resorte për shembull. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për të respektuar mjedisin, por ne nuk respektojmë asnjëri tjetrin, po thon. Nëse viziton një nga resortet e Gjirit Larzit, rruga për të shkuar atje është një rrugë e llatarshme. Pra si mund kalosh, pra ti pretendon që ke klient të cilët vinë me një automjet, se janë dhe klient rajonit, janë shqiptarët e Kosovës. Pra automjeti i zotërisë kushton, sepse është një biznesmen i caktuar, po themi në rajon në Kosovë. Dhe shumë mirë, pra i vjen me një automet i cili është 120.000 euro, me familjen e tij, me gjithë dhe rruga për të shkuar atje, pa ndriçim, një rrugë e cila është e ngushtë, mbeturinat kuturu, do kalosh sipër hidrovorit ku minimum investitori të bëjë një shërbim publik, pra të shkojë dhe të shtrojë rrugën, të vendosë disa ndriçues, mos presi çdo gjë nga taksat tona, sepse në fund të ditës parat që merren fuqizojnë në kompaninë e tij, nuk është se përkthehen shumë në të mira publike. Pra thënë kjo, këtu nuk ka një standardizim. Nëse ne kemi standardizim që ka të bëjë me respektimin e mjedisit, me standardet mjedisore, nëse ka të bëjë me promovimin e zonës, mbështetjen e ekonomisë lokale, kjo është e mrekullueshme, kështu funksionon e gjithë bota perëndimore. Pra ne kemi modele që nisin nga Greqia në Itali, që janë, nëse mund t'i quajmë fqinjet tanë, se jemi shumë larg për nga standardi, po nuk kemi nevojë të shkojmë me thënë drejtën edhe më larg se sa Ballkani, pra. Okej, ti sipas ligjit evropian të konsideruarit një të ri, ti je pothuajse në fund të asaj dhe unë po të konsideroj të ri. Mirë, po ti je një i ri i cili ndërkohë që shumë të tjerë kanë parë le të themi këto modele të cilat të pasurimit shpejt, të largimit nga vendi. Ti ke pasur mundësi të arsimohesh këtu, ke pasur mundësi të kualifikohesh jashtë në Angli, mos gaboj. Dhe më pas je kthyer. Dhe kur kthehesh, nisi një iniciativë të Amforës, që është një media lokale, edhe media lokale e vendos në fokus atë që është më e rëndësishme e Durrësit, që është trashëgimia kulturore. Edhe le të themi puna jote kryesore është kjo, për të hulumtuar mbi trashëgiminë kulturore, si sillemi ne madhe, çfarë asetesh ka. Ndërkohë që një i ri normal mbase mund të kishte zgjedhur të bënte media, po mund të bënte krimi, është shumë tërheqës, shumë i ndjekur në Shqipëri. Çfarë ka bërë ty ti qasesh në këtë formë, domethënë të kontribosh në një fushë që nuk e di nëse ke marrë satisfaksion apo jo, ndiqet apo jo, domethënë është një element trendi, është një element i pëlqyer, si e ke parti fillimet dhe tashmë se u bën disa vite. Rrugtimi im në gazetari është gjithmonë duke ndjekur standardin dhe këto parimet, që siç dihet është si puna e fëmijëve, pra kur janë të vegjël, pavarësisht se dinë që duan të shkojnë në Kobësht apo në Shkodër, është domosdoshme, nuk është ndonjë qef i madh. Kjo ndodh edhe me audiencën në tërësi, pra. Edhe vetë shoqëria, kudo, jo vetëm në Shqipëri, e dinë që i media shetike ka standarde dhe gjitha me radhë, por nuk ka ndonjë si thua dëshirë të jashtëzakonshme për ta ndjekur flas në mënyrë masive, sepse ti duhet lexosh artikuj të strukturuar mirë, me argumente, me fakte apo video shumë cilësore. Dhe në këtë kuptim ne nuk kemi një audiencë masive, por kemi një target i cili është nish. Pra kryesisht lexuesi ynë ka interes për trashëgiminë kulturore, për mjedisin, për korrupsionin, për krimin e organizuar, për mungesën e transparencës, sepse ne i ndërlidhim këto çështje. Pra, kryesisht fokusohemi tek trashëgimia kulturore, dhe ky ka qenë si thua mandati i parë i Amforës, ngjisur dhe nga Durrësi, sepse unë normalisht jam lindur dhe rritur aty dhe kjo është një vlerë që ty të vjen dhe shikoje se si nga viti në vit, pra, një projekt publik apo një projekt privat shkatronte trashëgiminë kulturore, qytetarët nuk pyeteshin, konflikte, përplasje dhe në fund triumfonte, pra, dhuna, triumfonte, represioni qeveritar, duhet dhe një farë kundrapeshe në këtë pjesë. Pra duhet një zëj pavarur demokratik, siç është media. Dhe ky është një motiv shumë i madh për të shkuar drejt Amforës, dhe vetë krijimi i Amforës lindi në formën e një lloji laboratori, sepse u krijua gjatë studimeve të mia në bachelor në Universitetin e Tiranës, në Departamentin e Gazetërisë dhe Komunikimit, kështu që pati një lloj rrugtimi, si thua, nga faza embrionale deri në konsolidimin. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme në fakt është përqafimi i vlerave.
unë si profesionist, absolutisht si qytetar, por dhe si profesionist kam sjellur që të përqafoj vlerat perëndimore, pra që lidhen me demokracinë. Pra vlerat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në themel, Mbretëria e Bashkuar apo dhe vetë Bashkimi Evropian. Dhe është liria e fjalës, pra është pikërisht transparenca, llogaridhënia, presioni ndaj autoriteteve për të ruajtur pikërisht këtë kufirin e demokracisë, sepse në gjitha shoqëritë, të gjitha autoritetet, pra çdo qeveritar apo çdo drejtues i madh korporate don të shkelin ligjet për shkak të interesave që ka dhe kështu me radhë, po duhet të jenë pikërisht këto elemente të shoqërisë e balancojnë, pra një media e cila synon të jetë e pavarur dhe bën punën e saj, sistemi i prokurorisë, i gjyqësorit, policia, pra të gjitha të ndihmojnë dhe të kontrollojnë njëra tjetrën. Po mirë, shiko, ka shumë njerëz në këtë vend që duan të kontribuojnë si ty, si ju. Edhe thonë, edhe unë dua ta bëj këtë, po shiko, të jetosh një kompani të madhe nuk është aq e lehtë, domethënë pse të rrezikoj unë? Mund të më heqin dikë nga puna. Siç janë këto thashë themet që shpesh nuk janë thashë theme. Domethënë ti si e ke ndier veten të punosh, a ka trysni, a ka presion në këtë, domethënë unë jam dëshmimtar një kontributi që ju e keni dhënë, po ndërkohë që ju e keni dhënë kontributin. A jeni ndier me këtë presionin e madh që shpesh diskutohet në hapësirën publike? Në Shqipëri, në fakt, sistemi patronazhimi në kuptimin e plotë të fjalës të qytetarëve sa vjen dhe sofistikohet. Ka ardhur tek ju. Unë mendoj që ndoshta mungon ndonjë Face ID se që shpresoj që qeveria ta zgjidhë këtë punë me sistemin e vendosjes kamerave të sigurisë dhe kështu me radhë, sepse duket dhe nga donatorët që gjejnë, pra që janë zakonisht vende që nuk shquhen për demokraci dhe vlera të tilla. Pra uroj ta zgjidhin dhe këtë që të jenë të qetë, sepse këtu patronazhimi është i të skajshëm. Pra, qytetarët kanë të drejtë që po, është e vërtetë, këtu përndiqesh nëse thua të vërtetën, këtu përndiqesh nëse ti synon që të japësh një kontribut real pa interesa, por kjo nuk legjitimon faktin që ne duhet të reagojmë. Pra, frika duhet vrarë, sepse nuk mund të rish peng i një familjarit tëndit, pra nuk mund të rish peng i një pagë të caktuar, për të mbajtur të ardhmen tënde në zinxhir, dhe jo vetëm të ardhmen tënde, po dhe të ardhmen e vendit tënd, sepse kjo qeveri që kemi sot ne, kjo klasë politike ndërsi, ky leadership politik, patjetër që reflekton dhe shoqërinë tonë. Pra nuk ka mjaftueshëm shoqëria shqiptare mekanizma intelektual, guxim për ta shkundur, pra duhet një shkundje e brendshme. Sa do të qindjen politikanë tanë, pra kjo buron dhe nga ne. Kështu që kjo është e rëndësishme për mendimin tim. Lidhur me presionet dhe me tentativat patjetër për të heshtur zërat tanë tek Amfora, janë të ku do ndodhur, janë të her pas hershëm, madje ne nuk është se na bëjnë më çudi sepse e kemi një portofol të gjerë në këtë. Si tash bën mënyrë jetese. Absolutisht që po, kështu që kuptojmë edhe se si sillet pra në bazë të burimit të kërcënimit. Pra nëse është krim organizuar, kuptojmë se ku i kanë limitet ta, nëse është politika apo nëse është korporata, por gjithmonë një gjë është për të vlerësuar që sado të ligë të jenë aktorët të cilët ne vendosim në lupën e investigimit, që mund të jenë drejtues të grupeve të struktura kriminale. Mund të jenë politikanë shumë të korruptuar, mund të jenë ata që ne quajmë sot oligark. Pavarësisht faktit që ne realisht i nxjerrim pra lagrat në shesh dhe japim çdo lloj informacioni me detaje dhe të gjitha gjërat me radhë, në fund fare unë si e shoh pra, pavarësisht pas presionit të drejt për drejt apo pas këtyre shantazheve apo tentativa për korruptimi, ku diun që gjithmonë nga ne janë të mbyllura, sepse ne i pyesim palët, pra i çojmë një kërkesë zyrtare dhe nuk kemi as kontakt fizik. Pra çojmë një kërkesë zyrtare me email, ke qendrim sotri, pra qitet 1-2-3 gjëra. Por dhe kur ne arrijmë që t'i çojmë to deri në fund, në pikën finale, pavarësisht gjithë si thua aksionit që ata kanë ndërmarr, ka një farë stepje dhe tërheqje. Kjo do thotë që një zë i cili është i pavarur realisht, është i drejtë dhe synon interesin publik, arrin në fund fare që të stepje edhe këto burime që ne i shikojmë si të paprekshme, pra që janë oligark, krim organizuar dhe kështu me radhë. Ne na ka rezultuar që shpeshherë ndonjëherë autocensura është më e madhe se censura. Edhe këto frikrat, tregimet që bëhen lart e poshtë, ndonjëherë i bin mirë pushtetit që do të abuzoj, por në fakt nuk janë ato për masa që tregohen. Edhe mendoj që ndonjëherë njerëzit janë më me frikë se që në fakt ofron realiteti. Edhe shpeshherë vishen me këtë elementin e frikës dhe me elementin e presionit për të qenë kështu, nuk duan të merren, dhe mënyra më e mirë për të justifikuar atë dëshirën e tyre për të mos u marrë me gjë, thonë shiko se ndodhin 1, 2, 3, edhe shpeshherë i gjen edhe pjesë të skeqes pasaj. Po ne e kemi vënë re që autocensura shpeshherë është
bëhet më e fortë se censura. Megjithatë, për t'ju kthyer prap Durrësit, ju e keni ndjekur edhe proceset e tërmetit në Durrës. A e mori veten Durrësi mbas tërmetit? Tërmeti është një plagë e cila vazhdon të jetë e hapur, e menaxhuar qartësisht për interesa politik, kryesisht të partisë në pushtet, duhet të thënë. Pra, pse vazhdon të jetë plagë e hapur? Po sepse ne ende sot kemi familje të cilat të presin që të marrin çelësat e apartamenteve. Sa vite u bën më? Po që në 2019, pra, llogaritë pak se sa shumë ka kaluar, pra ka kaluar mbi gjysmën e një dekade dhe shohim që ende nuk është zgjidhur. Pse nuk është zgjidhur? Sepse kjo është shumë interesante për të parë. Pra, ne fatkeqësisht, unë do të thojë se është problem shoqëror ky, po patjetër që i lidhur drejt me klasën politike. Çdo fatkeqësi natyrore jemi mjeshtra të menaxhimit për keq. Pra, duket gjithmonë si ajo lopa që duhet mjelur dhe menjëherë u bë pra u krijua mundësia për shkak të natyrës dhe kështu me radhë nga tërmeti, menjëherë qeveria bëri gati të gjithë infrastrukturën për ta marrë dhe për ta shfrytzuar rastin. Që nga ekoparku. Pra, është një çështje korruptive që lidhet edhe me menaxhimin e mbetjeve dhe kështu me radhë. Sa për tërmeti, pra kryeministri i vendit kishte mjaftueshëm kohë për të reflektuar bashkë me enturazhin e tij që duhet mbyllur ekoparku dhe gjithë mbetjet e tërmetit t'i çojmë atje. Pra llogarisni pak se sa shpejt u reagua. Dhe ekoparku është një projekt sot shumë i madh, estetikisht tërheqës, po ende nuk kuptohet, pra është një investim shumë i madh në miliona euro, që ka shumë pikë pyetje dhe akuza për korrupsion dhe në fund nuk shfrytëzohet nga qytetarët. Njëra gjë kjo, tjetra pastaj ne pam se si u bë Badërdia me të gjitha akte ekspertizat. Lëvizin akte ekspertizat në bazë nevojës. Pra ishte një oligark i madh, unë kisha 2 akte ekspertiza në dorë të njëjtës ditë nga Instituti i Ndërtimit. Njëra thonë që duhet prishur sepse realisht duhet prishur. Oligarku i thotë mos ma prish pallatin dhe del ekspertiza tjetër dhe thotë që jo, nuk duhet prishur. Dhe më pas presioni banorëve, i jashtëzakonshëm, ka banor heroik, po fatkeqësisht ne reagojmë vetëm kur na vjen zjarri tek shtëpia jonë dhe kur vjen zjarri në hyrje të fshatit, po kur vjen tek shtëpia jonë dhe pas reagimit të jashtëzakonshëm qytetarëve, patjetër që u tërhoq pra. Dhe pallati u shumë dhe u rindërtua. Kjo tregon që zëri qytetar kur është i fortë, kur është i drejtë, ka absolutisht rezultatet e tij. Dhe procesi i rindërtimit ka shumë pikë pyetje tjera. Shkollat e rindërtuara. Po fatkeqësisht ne kemi shkolla të rindërtuara, kryesisht ekselent ka qenë Fondi i Bashkimit Evropian për rindërtimin e shkollave dhe për pjesën e trashëgimisë kulturore, që ka qenë cilësor. Parat e tyre funksionuan, po parat tona jo? Ato kishin standardin. Pra, Bashkimi Evropian ka standardin. Dhe unë uroj shumë që ne një ditë jemi pjesë e Bashkimit Evropian vetëm për standardin. Pra lekët ne i kishim, por nuk kishim standardin për lekët tona. Ne dim të luajmë me standardin, por nëse standardi është i cimentuar nuk lëvizim dot. Pra, projektet e Bashkimit Evropian që u financuan për shkolla, për pjesën e trashëgimisë kulturore, përgjithsisht janë cilësore. Shkollat që u rindërtuan me fondet shqiptar zhvillimit, me fondet e qeverisë etj etj. Pra, ne shinim se si kryeministri i vendit shkon për të inauguruar ose për të ndjekur punimet e një shkolle, e cila kishte dalë mbi themele në një zonë qartësisht arkeologjike dhe leja arkeologjike i del pasi ka kaluar kati parë. Domethënë çfarë do monitorosh më ti? Pra ti ke shkatruar që ke pasur për shkatruar. Po ashtu shkollat të cilat janë prishur në kundërshtim që edhe me rekomandimet e kontrollit lart shtetit. Pra, KLSH-ja thotë nuk ka nevojë të prishet, këta shkojnë e prishin. Çfarë do thotë kjo? Pra, hapësirë për të gjeneruar para. Po ashtu nga ana tjetër, ka shkolla të cilat ende nuk kanë nisur dhe nuk kanë përfunduar. Ka ende në zonën të cilat vijojnë mësimi me 2 turne. Por ajo që do theksoja shumë është fakti që pse edhe Durrësi ka 2 turne, mendova se ishte vetëm Tirana me. Absolutisht Durrësi ka pasur shumë të theksuar këtë. Absolutisht po. Ne kemi ende shkolla sot në të gjithë territorin e bashkisë. Durrësi është bashki e madhe. Pra është Durrës, Gjirlajzit është Goxha e përhapur. Por një gjë që unë dua të theksoj lidhet edhe me pjesën e mënyrës se si këta, pra qeveria në nivel lokal dhe qendror është qasur ndaj ndërtimit. Bonuset e qeras dhe kështu me radhë apo apartamente. Pra çfarë ndodh? Bën një bllokim, bën një bllokim tregu. Sa vjen zgjedhjet e radhës, sa vjen zgjedhjet lokale, shfryhet. Jepen para për bonuse, jepen çelësa apartamentesh, qetësi. Vjen fushata kombëtare, eksaktësisht, jepen përsëri. Kjo është qartësisht edhe kundërshtim me kodin zgjedhor dhe kështu me radhë. Pra, gjithë procesi i ndërtimit, përveç se është kthyer një proces dukshëm korruptiv, është kthyer edhe në një mekanizëm shtesë për kontrollin elektoral të qytetarëve. Pra 6 vjet mbas tërmetit, 7 vjet mbas tërmetit, ka ende banorë që nuk janë në shtëpitë atyre. Fatkeqësisht ka ende banesa dhe pallate që ende nuk janë prishur, që janë për të prishur dhe duhen ndërtuar. Pra ne jemi akoma, sikur tërmeti sapo ka ndodhur, jemi shumë brava në këtë drejtim. Që do të thotë ne të presim tërmetin e radhës për të vendosur gjërat në eksaktësisht të mëshme. Megjithatë, një gjë që nuk flitet shumë është fatkeqësisht ai tërmet pati viktima. Dhe
sigurisht që është një fatkeqësi natyrore, po pati mundësi që ti investigoheshe nëse dëmet të cilën erdhen nga kjo fatkeqësi natyrore kishin përgjegjës dorën e njeriut. Pra unë jam dakord që kur një objekt bie sepse ra për shkak të tërmetit. Por nëse tërmeti është nën vlerat mbi të cilën objekti është certifikuar për t'i rezistuar një tërmeti, këtu ka të bëjë me një lloj përgjegjësie që duhet gjetur. Domethënë pati përgjegjës le të themi dëmet që shkaktoi tërmeti. Kjo është e ngjashme me investime strategjike, pra në gjithë botën ka përmbytje, ka tërmete, ka fatkeqësi natyrore, por duhet parë standardi. A lidhet me standardin apo lidhet në mënyrë ekskluzive, pra që ne i morëm gjitha masa, nuk kemi çfarë të bëjmë më sepse është si thua është dora e Zotit apo është faktor natyror. Me sa unë kam pasur eksperiencë me tërmetin, me përmbytjet dhe me gjitha me radhë, pandeminë e kështu me radhë, që kam pasur mundësinë që ti jo vetëm ti raportoj, por dhe ti investigoj, dhe të publikojmë qoftë tek media Birn, pra reporter.al Birn Albania apo qoftë tek Amfora, ne kemi treguar se si mungesa standardeve është përgjegjëse për të, pra është dora e njeriut. Përmbytja e fundit në Durrës nuk ka lidhje drejt për drejt me shirat, ka pasur shira dhe më të rëmbyshme se kaq, pra ka ndërhyrje të cilat lidhen me gjithë sistemin e menaxhimit, kullimit dhe kështu me radhë. Tërmeti në vetvete fatkeqësisht u pasua nga një proces hetimor dhe kështu me radhë, por u shfry rrugës sepse nuk kemi njerëz përgjegjës. Pra ne pam se si ndërtesat cilat u shembën apo se si strukturat cilat u dëmtuan, përfunduan me disa masa që preknin përveç se zyrtarët në niveleve të ulta, në fund fare dhe ata arritën që t'ia hidhin sistemit të drejtësisë, por nuk pati përgjegjës. Fatkeqësisht ne vijojmë të mos dërgojmë njerëz para pahekurave, por jo t'i dërgojmë njerëzit për të bërë një xhiro komisariat apo për të bërë një xhiro në paraburgimin e Durrësit, ku duhet hysh me gomonë në fakt kur ka përmbytje. Por çështja është që duhet ketë njerëz që të shkojnë, vendosen para drejtësisë, analizohen, marrin dënimin e merituar dhe bëhet një vlerësim. Ky person i cili e ka bërë këtë gjën, pra ka shkelur ligjin, e ka bërë për përfitim material, për korrupsion. Gjurmo pasurinë zotri. Ku e ka pasurinë ky person? E justifikon? Nuk e justifikon. Pra, duhet parë dhe pasoja, se kjo është kaq pasojë, pra këta e bëjnë të punë për korrupsion, për para. Kur këta e bëjnë për para, nuk mjafton vetëm dëshkimi dhe dërgimi para si thua prokurorit dhe gjykatësit e kështu me radhë, por duhet një gjurmim i pasurisë së këtyre personave, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Pra, një pjesë e madhe e këtyre zyrtarëve lokal, të cilët janë majmur dhe janë korruptuar, patjetër që janë përgjegjës dhe janë pjesë e këtij enturazhit që mban gjallë makinerinë, pra. Janë të njëjtët persona të cilët janë faktor në dëmtimet që vijnë, pra si pasojë përmbytjeve e tërmeteve sepse kanë neglizhuar tek cilësia, kanë kolauduar pallate që nuk duheshin certifikuar dhe kështu me radhë, dhe janë të njëjtët persona të cilët më pas ishin në terren duke mbledhur vota. Pra kjo është shumë e thjeshtë. Këtu ka një grup njerëzish të cilët janë të njëjtit. Pra është një teatër shëtitës. Teatri shëtitës i korrupsionit, shëtit tek politika, shëtit tek blerja e votës, shëtit tek krimi organizuar, pra këtu nuk është se ne kemi disa trupa teatri, pra është njëta trup. Pra mjafton që ta vendosesh përpara drejtësisë të trupën. Janë të njëjtët njerëz që luajnë në të gjitha skenat të cilat ne na rrethon jeta e përditshme, le të themi. Interesante është kjo. Megjithatë, dukshëm çështja e tërmetit, siç edhe ju e tregoni, ngelet e hapur, ndërkohë që Durrësit, ndërkohë që e përmendet pak, shiu i fundit e përmbyti, pati disa reagime të qytetarëve, ndërkohë ditët e fundit ka edhe një tjetër le të themi zhvillim nga Durrësi që është projekti TID, e cila ka vizatuar një me vit kuqe një hartë jo pak të madhe, që afekton me qindra familje dhe njerëz, të cilët edhe kanë reaguar, edhe kanë protestuar. Kryeministri mbrin në Durrës, mundohet të komunikojë me qytetarët, megjithatë ne pak kemi mundësi të kuptojmë se çfarë po ndodh. Cili është problemi kryesor që ka ky zhvillim i fundit, i ngjarjeve të fundit në Durrës? Vizita e kryeministrit është shfaqja e maskës së vërtetë të këtij pushteti. Pra, nëse me Velerën, ish kryebashkiaku tashmë i certifikuar për arritje të mëdha në korrupsion në Vangjush Dako, e çoi përpara projektin e Velerës, dukshëm ai nuk ishte një projekt personal. Ishte një projekt i cili përfaqësonte vizionin e kësaj qeverie dhe me kryeministrin. Pra, kur ne shohim që kryebashkiaku nuk është më, pra që
duke shumë i fortë me lidhje me gjëra dhe kemi një kryebashkiake tjetër, kryeministri ka ardhur thjesht për treguar që kujdes, jam unë këtu. Pra nuk është asgjë, nuk është as për të ndihmuar qytetarët, as për të dëgjuar, ishte një mesazh për të thënë që shihni tani se nuk është kryebashkiake, nuk është bashkia, por është qeveria këtu, nuk është as Tidi. Pra kjo tregon që ne për herë të parë ndoshta në këto përmasa, në këndvështrimin tim, kemi të bëjmë një organizim të mirëfillt mafios. Që do thotë, ne kemi një fondacion, cili do qofte, nuk ka rëndësi, a është i njëjti, sepse tani ky fondacion pra është i njëjti, pra ADF-ja është edhe në Butrin, do është dhe këtu është dhe atje, por nuk ka rëndësi kushdo qoftë. Pra çdo fondacion fatkeqësisht, sepse kjo do me bizneset, por ka interesat e veta. Ama qeveria në linjë të parë ka interesin publik. Nuk ka interesin as një fondacioni, as një biznesi dhe kështu me radhë. Maksimizon përfitimet për publik, për qytetarët. Absolutisht po. Pra pavarësisht kush është personi që e shtyn apo don të përfitojë, standardin duhet ta mbajë qeveria në fund të ditës. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Po çfarë problemi kanë banorët tashmë me këtë ndërhyrje? Çfarë do ndodh me ti? Çfarë po mundohen të bëjnë ata? Unë kam përshtypjen që shumica e qeverisë nuk e kupton se çfarë është ky projekt. Jo më ta kuptojnë banorët, sepse edhe jo më ne pastaj. Jemi larg edhe banorëve dhe larg qeverisë. Eksaktësisht, nga sa ne kemi analizuar tek Media Amfora, kemi parë që ky është një projekt mbi projekt dhe mbi projekt. Pra këtu ka disa projekte që mbi vendosen mbi njëra tjetrën, nuk është vetëm një projekt. Pra projekti i tij në vetvete është katalizatori për ta shtyrë përpara. Që do thotë, qeveria shqiptare nisi një herë për shpronësimin e banesave mbi amfiteatër, ku qeveria Rama erdhi, po themi pas 2013-s, rreth 2015-s mos gaboj, shprosoi 2-3 banesa. E pa që është proces i kushtueshëm dhe që do dhe shkencën nga pas. E la për gjysmë, një projekt ky. Vijoi më pas me projektin e tërmetit. Çfarë donin të bënin? Me njëherë pam bën gati akt ekspertiza, donin të fshinin një pjesë mirë të banesave aty. Banorët morën ekspert privat dhe ja vun përballë, i thanë, zotëri, e keni gabim të akt ekspertizën, e ke bërë qëllimisht për të hequr qafe. Nuk është kështu. U bezullua pra projekti i rindërtimit sepse donin që ta shfrytëzonin tërmetin për të hequr një pjesë tjetër të kësaj zone. Eksaktësisht, dhe çfarë ndodh më pas? Vjen projekti i Tidit. Pra Tidi është një projekt i cili synon, pra si vizion ka që gjithë zonën historike të Durrësit ta rivitalizojë. Që nga sulmi i tretë Tidit. Eksaktësisht, pra se Durrësi është shumë i vështirë të merret, pra se ne themi Teuta, po mbretëresha Teuta tentoi ta merrte Durrësin, por nuk hyrë dot kurrë, sepse është një qytet që i ka muret shumë trasha, me çdo lloj drejtimi, kështu që nuk merret kollaj i qytet. Dhe çfarë ndodh? Vjen projekti i tretë, pra, dhe në emër të rivitalizimit zonës historike që patjetër më duhet marrë masa, duhet rregulluar, nuk mund të lihet ashtu. Një pjesë e rrugicave gati duken si të braktisura, por nuk mund të ndërhysh në këtë lloj forme, sepse projekti i tij në vetvete, me sa ne kemi parë dhe sa ne kemi pyetur, qoftë kur është bërë dëgjesa vite më parë, kur ne kemi shtruar pyetjen si gazetar, si media, qoftë ndaj arkitektit dhe grupit që prezantoi projektin, o zotëri, a ke një kosto financiar? Jo, nuk kam. Por nuk shkon kjo punë, sepse nisi Feliera me 6 milion euro dhe vetëm ne, sa kemi mbledhur dhënat e Amfora, e lam me diku shkojmë mbi 10 milion euro, domethënë. Pra ç'është kjo punë? Ti nis një projekt pa ditur kosto finale. Kush do t'i mbajë këto kosto? Nuk mund nisësh një projekt të bukur dhe ti nuk ke kosto finale. Pjesa tjetër që është edhe më e trisht, ne shohim renderat të cilat tregojnë që banesa mbi amfiteatër do shemben dhe do rri hapësirë gjelbër. Tani hapësirë gjelbër ne nuk do kullosim aty. Më mirë lëri njerëzit në banesat e veta dhe prishja kur ti të kesh një projekt real për zbulimin e amfiteatrit, sesa ti prishësh banesat, të hapësh vetëm hapësirën dhe ta lësh ashtu siç është. Ne projekti po bëhet për amfiteatrin, pra projekti po bëhet për arkeologji, nuk po bëhet projekti për lulishte. Por lulishte ka hapësira të tjera të cilat duhen sistemuar. Pra ti nuk po e bën këtë gjë për ta lënë amfiteatrin si fushë me bar. Nuk shkon kjo punë. Sepse investimi në shkencë, në arkeologji, në gërmime, bëhet me ekipe shkencore, bëhet me institute ndërkombëtare, bëhet me akademi, bëhet me universitete, don shumë para. Nuk i hyet i projekti, hajde të prishim ne sa banesa që ngjajnë bukur sa banesa të tjera. Për të mos thënë tjetrën që kjo është përhapur si një lloj tumori në pjesën historike të qytetit, sepse nisim në zonën e amfiteatrit. Se këtë do pyesim. Dhe tashmë po kalon në skajet e asaj që ka qenë zona historike, pra zona e qytetit antik. Pra ku po shkon ky projekt? Kjo është pyetja e madhe. Dhe për çfarë interesash po bëhet ky projekt? Qartësisht, gjithë organizimi është një organizim me karakter, mund të quajmë me karakter mafios. Se këtë po mundohem të kuptoj. Nëse edhe mua më bën çudi, nëse po bën një ndërhyrje për të spostuar disa banesa, për të shkatruar disa banesa, për t'i dhënë jetë, ta rivitalizosh trashëgiminë kulturore dhe të krijosh zbulime dhe gërmime të reja, më bën sens. Nëse e bën për këtë, dhe pastaj duhet të diskutojmë se si do shpronsohen dhe se si do jetë vlera që të jetë e drejtë dhe mos krijoj drama sociale. Nga ana tjetër ti thua që këtë po e bëjnë për të bërë këtë
pamjen estetike në bar, edhe për të dukur bukur në foto. Po megjithatë mua më mungon kush është interesi që fshihet mbas kësaj, sepse është e kuptueshme kur dikush vjen për të maksimizuar fitime dhe po të prish banesa aty se do të ndërtoj një resort, apo do të bëj një rrugë ku do t'i vej tradhe ti marr lek. Në rastin e rafshimit thjesht për shkaqe rafshimi, nuk po arrit të kuptoj kush është interesi mbash, domethënë prodhon gjeneron para kjo, është thjesht arrogancë, domethënë kush është se mafia hyn aty për të maksimizuar fitimin, ndërkohë që po e bëri vetëm bar nuk ka çfarë fitimi të bëjë. Domethënë ka ndonjë gjë që nuk e kuptojmë ne, nuk e lexojmë dot. Së pari ne duhet të kuptojmë projektin. Pra është një projekt i cili bëhet nga financohet nga një fondacion, pra Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim ADF-ja. Pra është një Po që në disa raste ka qenë i suksesshëm, po këtë kohë në ndryrjet e fundit dukem, domethënë po ndryrim pak jo në koherencë me dëgjimin e banorëve dhe komuniteteve të ndryshme, domethënë. Në parim nuk po e paragjykoj fare. Pra as projektin as fondacionin, pak rëndësi ka. Mund të ishte dikush tjetër i huaj i brendshëm, nuk ka si thua shumë relevancë kjo. Relevancë ka projekti. Pra, kur bëhet projekti duhet të ketë koston finale financiare. Pra duhet dorëzuar një kosto finale sa do kushtojë ky projekt, sepse po të dali fatura finale, unë mendoj që nuk ka qeveri që do ta pranonte atë lloj projekti, sepse vetëm shpronsimet pavarësisht se ato po bëhen në fakt me as me referencat e tregut, por është një projekt i cili duhet pasuar sepse po bëhet në emër të trashëgimisë kulturore dhe vetëm trashëgimi kulturore nuk ka. Pra, së pari projekti nuk ka kosto financiare. Dhe nuk mban fare përgjegjësi fondacioni në zbatim, sepse shpronsimet i ka qeveria shqiptare, janë paratë tona, janë paratë e taksapaguesve. Po shpronësimi si po bëhet? Po bëhet, domethënë kërkesat e banorëve janë për të pasur një shpronësim më të drejtë, janë për të anulluar projekti, janë për të marrë më shumë vlerë nga apo për të qëndruar aty gjithkohës edhe mos negociojnë me asnjërin nga këto. Banorët në mënyrë shumë të qartë, dhe kjo në fakt është për të përshëndetur, se kjo po ndodh me banorë në gjithë Shqipërinë. Unë nuk po dëgjoj më një banor, pra edhe kur është një banor i cili është në pjesën veriore të Shqipërisë, dhe ku mund të respektonte dhe rregulla të cilat lidhen me ato hapësirë me malcinë e tjerë me kanunin që ti po i merr pronën, unë nuk dëgjoj një banor që thotë që ky po merr pronën, unë s'dua ta jap, do bëj vetë gjyqësi. Jo, çdo banor thotë, pra nga veriu në jug të Shqipërisë, unë dëgjoj vetëm të më japi shpërblimin e merituar, që do thotë të më japi çmimin e vlerës së pronës, të mos ma marrë me falsifikim, me manipulim. Dhe banorët e zonës historike në Durrës, unë nuk kam dëgjuar një banor, patjetër, ato që janë më në skaje, thonë dhe që unë s'dua fare të prekem. Ka një farë logjike se ai është në skaj në fakt. Pra edhe unë si qytetari i Durrësit nuk e kuptoj se çdo projekti në atë lloj pike aq të largët, por gjithsesi, ama pjesa historike e qytetit, të gjithë banorët në mënyrë unison nuk thonë që ne nuk duam të largohemi, të mos prishin banesa, por kërkojnë dëmshpërblim të drejtë. Tani nuk mund të marrë një banor i cili jeton në zonën A, pra zona më elitare e qytetit, më e shtrenjtë për blerë një banesë, zona historike, nuk mund të marrë 40.000 euro apo 60.000 euro dhe blerë një shtëpi të re. Ku në Durrës ka shkuar, po të shkon 40.000 euro rrezik një garazh. Pra ti 60.000 euro nuk ke më ku gjesh apartament. Dhe unë po flas për periferinë e Durrësit. Jo të gjesh në atë zonë. Në atë zonë shkojnë apartamentet 250.000 euro e lartë. Tani ti po jep atij 50.000 euro, a 60.000 euro, tani kjo nuk shkon. Vlerën e një garazhi. Sepse me të drejtë banorët thonë që nëse ai ka 10 metra katror, aq do marrim, patjetër, nuk po themun që qeveria tani duhet t'i japë atij 4 fish, 5 fish. Ai do marrë sa ka, por jepja me vlerën e tregut. Të mosdhënit, pra, kur nuk i jepet haku, banorëve i krijon pikërisht të pakënaqësinë e madhe. Dhe unë kam përshtypjen që kjo do nisi në këtë grup të ngushtë banesash që janë pikërisht në harkun e amfiteatrit dhe do zgjerohet siç është dhe në plan në hapësirat e tjera, por është në një formë shumë represive. Pra qeveria ka shpronësimet, se kush do bëjë ndërhyrjet. Pra, domethënë projekti ky është projekt pa projekt për mendimin tim. Ka vetëm rendera, kjo do prishet, kjo nuk do prishet. Ka shumë paqartësi sepse nga dhe thoni në të bërë ka kaluar në grupe konsultimi dhe qartësisht ka humbur faza e parë se çfarë janë thënë, pra nga diskutimet që ne kemi me ekspertë apo me persona që e kanë njohur projektin, ka ndryshuar shumë gjatë rrugës. Në këtë drejtim, nëse ne themi kush janë interesat, unë them që interesat janë shumë, interesat janë disa. Në këtë fazë ishte, si thua, kryesisht aludim, pra nëse ne do t'i vendosnim gishtin 1, 2, 3 linjave, por unë besoj që diçka do konkretizohet së shpejti, sepse ky projekt fatkeqësisht në këtë formë, sepse ai është i nevojshëm, por jo në këtë formë, është duke marrë udhë. Por ajo që ne shohim sot, interesi është që vetëm të çohet përpara agjenda e cila lidhet me këtë projekt. Do ketë prishje, disa objekte do qëndrojnë, disa do prishen, dhe se si do menaxhohet më pas hapësira, se kjo është shumë interesante. Pra nuk po shoh banesa për zbuluar trashëgiminë kulturore dhe arkeologjin. Kjo është ndërsa. Po thjesht po i shoh dhe po i lëshesh. Pse po i lëshesh?
Ka një pikpyetje kjo punë, pse po i lë shesh? Se u shemën dhe pa vete nga tërmeti dhe i lan shesh domethënë dhe ka pikpyetje. Dëgjoja një banor që ankoi, thonte unë e kam parë projektin, thonte, dhe shtëpia ime 2 kate do shembet dhe në projekt unë kam parë që aty ka një stol. Do vendosin një stol që Eksakt. Thonë pse do prisësh shtëpinë time për të vendosur një stol. Megjithatë edhe në rast se prish ti mund ta prishësh edhe për rast gjë, po më jep atë që meritoj. Por po e prish në emër të zhvillimit kulturor, pra kjo është ajo që nuk shkon. Po e prish në emër të një zone historike, në emër të zbulimit të arkeologjisë dhe nuk zbulon asgjë. Pra ç'është ti nis një projekt i cili synon pikërisht zbulon arkeologjisë dhe nuk zbulon asgjë. Pra që në piknisje kjo tregon që është komplet e stisur. Është e vërtet kjo. Si ndihesh Geri kur jeton në një qytet që dukshëm nuk ka asnjë lloj planifikimi urban. Edhe ngado që e syt, domethënë ke vetëm pallate. Kushdo mund të kap një copë edhe të ndërtoj diçka ose. Them drejtën. Po pasur një reflektim me veten. Shpesh edhe pse ku kemi ne, se në fakt edhe ku ne jemi të vendosur fizikisht si media, është një rrugë shumë interesante ku po ti lidhësh, pra po ta lidhësh nga fillimi në fund janë mbi 4 mozaik. Dhe është pikërisht një rrugë interesante ku diskutoni me një skulptor i cili ka dhe njohje shumë mirë të zhvillimit kulturor dhe me radhë, është pikërisht një rrugë antike. Pse? Sepse inxhinieria romake, ata shqiptarë ishin ato kohë. Por bashkëpunuan me prandorin romake, bashkëpunuan, si thosh, okay, ishte pushtim, por gjithsesi ishte standardi. Pra, morën standardin romak. Te është një rrugë ku për hir të vërtetës po të heqësh disa pallate që dhe ca komplekse bisha prej betoni, që tërmeti tregoi se çfarë ishin, që u bën copë nga tërmeti, po të heqësh ato, ajo rrugë do ishte edhe më aerosur, pra është një korridor natyror. Pra, vetë inxhinieria romake e ka ndërtuar ato rrugë nga fillimi në fund, në harmoni me natyrën. Eksaktësisht, dhe është drejtimi lindje-perëndim në mënyrë të drejtë dhe është një korridor ajror. Dhe ne jemi mirënjohës sot pikërisht atyre paraardhësve tanë, të cilët punuan me këto lloj inxhinierie, krijuan rrugë, të cilat ne kemi edhe sot. Ne kemi akse kryesore pikërisht që nga periudha romake në ato qytet. Dhe është fat sepse është një farë standardi. Për të mos thënë edhe tjetrën, që Durrësi është një qytet i super abuzuar sa i përket pjesës së ujësisë kanalizimeve, kemi mbi 150 milionë euro kredi të marra lart e poshtë, ne do t'i paguajmë tek tarifa dhe Durrësi përmbytet, qelbet me aromë të ujrave të përdorura apo siç e njohim ne ujrat e zeza dhe kështu me radhë, dhe ende sot ne kemi kolektor të periudhës romake prej vërtetë, që shkarkojnë. Pra, llogaritë pak se ç'qytet ka qenë ky. Një qytet të jashtëzakonshëm, i cili kur Londra, kur kryeqendrat e perëndimit sot kishin probleme me malarjen, me mijë dhe kështu me radhë, ky qytet kishte sistem higjiene perfekt, me kanalizime dhe me gjitha. Dhe në këtë drejtim Durrësit i ka mbetur fatmirësisht pak. Pra, kufiri është vendosur pak nga kjo inxhinieri e cila është trashëguar rrugore. Pjesa tjetër patjetër që është abuzuar, por është ngjashëm si çdo qytet në Shqipëri. Pra nuk është se ti shkon në Tiranë për shembull dhe po gjen paqe dhe po thua ose e keq është ky qytet. Jo, paqe nuk e gjen. Kështu që në këtë drejtim ne jemi komplet të infektuar, pra sa i përket shkon në rajon, pastaj në Kosovë, Maqedoni, Malinezi, jeta transformohet, pra njerëzit jetojnë jetën. Pra një person që është në administrat ka një automjet që rrugës po i bien dyert. Se punon në administrat, nuk ka se ka për turp ai. Njerëzit dalin në parqe. Njerëzit dalin mbi shëtitje. Nuk mbyllen në përcepa kafenesh. Jetojnë jetën siç është. Ka standard, domethënë. Shqiptarët janë ata, qoftë të trevave. Kështu që kjo tregon pak dhe standardin që ne kemi përqafuar. Pra, në emër të zhvillimit, ne kemi shkelur mbi veten tonë. Ky është problemi kryesor. Në gjithë këto vite tranzicion, ne morëm zhvillimin si mask, në emër të zhvillimit dhe aty legjitimuam çdo gjë. Pra ne legjitimojmë çdo gjë në emër të fëmijëve, thotë. Unë do të çoj fëmijët jashtë, do emigroj në emër të fëmijëve. Po tani lërja lirin fëmijëve se ndoshta e vendos vetë se ku është më mirë. Pra, pyeti një herë ose lëret ke një farë pjekurie, s'mund vendosësh ti fëmia një vjeç do ikë unë në emër të fëmijës. Po një sekondë domethënë. Pra, ne në mënyrën se si jemi dhunues të drejtave, duke nisur që nga familja, por që nga krijesat tona, pra, dhe në emër pikërisht kësaj legjitimojmë çdo gjë. Korrupsionin këtë. Do jetoj thotë unë ai se do marr të rrogën. Në emër të fëmijëve. Po në emër të fëmijëve thotë do ta shesun të ardhmen e vendit, thotë pikërisht standardin e jetës vet, se ka mund të rrogën, po nuk të mbajmë zotëria rroga, sepse nga një anë ta jep, nga ana tjetër ta merr. E di kush është, domethënë tek ti po bëj këtë edhe xhiron ndër vite, ndër shekuj, ndër periudha të ndryshme kohore, duket sikur domethënë i vetmi banor që e ka agresuar në mënyrë sulmuese Durrësin, duket sikur është banori i tranzicionit, shqiptari i tranzicionit. Durrësi duket sikur ka jetuar
është respektuar për madhështinë e tij në të gjitha epokat e tjera, përveç në këtë tonën që dukshëm e kemi shpartalluar, kështu, se kanë bërë këta as pushtuesit. Dhe është për të ardhur keq. A ka një plan mbi të cilën zhvillohet Durrësi? Po e ishim Tidin, domethënë, a ka një plan që zhvillohet Durrësi në kryeqytet për shembull, kanë bërë disa plane zhvillimi. Edhe mbi ato plane zhvillimi, pavarësisht se ka 12 kate, bën 35 kate, po edhe këtu ka një mos respektim të asaj që kemi planifikuar, po ka disa qytete që planet i kanë të mira, po pastaj mundohen ta abuzojnë gjatë rrugës. Ndërkohë si është raporti me Durrësin, nëse ke informacion për këtë? Tingëllon çuditshëm nëse mund themi që këtë e menaxhon një sistem mafios i pastër në gjitha qytetet e Shqipërisë. Pse e them këtë? Kush janë ndërtuesit më të mëdhenj? Janë ata të cilët ulen tek ulset e kuvendit të Shqipërisë, janë deputet. Një pjesë mirë ke madje edhe në Partinë Socialiste që për ideologji duhet ishin në të kundërtën. Pra nuk mund të jesh ti kaq socialist dhe i majtë zotriku je i majmër, pra ne ndërtuesit i kemi të lidhur, unë flas për ndërtuesit të cilët realisht kanë ndikim negativ në territor. Sepse nuk mund të absolutizojmë dhe nuk mund të paraqyjojmë faktin çdo ndërtues. Ka edhe nga ata që kanë standard, të keq qejf ti shohësh investimet e veta, po flas për ata të cilët sot emra rrugësh në Tiranë mbajnë emrat e tyre, që unë nuk e di çka kontributi kanë dhënë, domethënë. Pra si mund të kesh ti emrin e tij në një rrugë? Se kuptoj. Si kontribut ke dhënë, ke betonizuar Tiranën? Çfarë si kontribut tjetër? Apo të doli në përdosi si je majmër duke bërë korrupsion, domethënë aktiv, pasiv, proaktiv dhe kështu me radhë po ja dhe emra shkollash. Ky është problemi i madh, pra. Në këtë drejtim, në Durrës ka pasur një plan vendor pikërisht për menaxhimin e territorit, pra në nivel më të imët. Po. Ne kemi pyetur bashkinë për disa vite me radhë. Po. Pikërisht kur bashkia drejtohej nga ish kryebashkiaku Angjush Dako, i njohur për fabrikën e tij të betonit, ky plan nuk u miratua kurrë nga Këshilli Bashkiak i qytetit. Ngeli draft. Pra u bë plani, po nuk u miratua kurrë. Pse nuk u miratua kurrë? Sepse ishin interesat mafios të ndërtimit. Pra, mafia, ndonjëherë kjo mafia pronave duket sikur nuk ekziston, po ne kemi parë. Po tani që bashkinë menaxhon një arkitekte. Kjo pastaj është një tjetër, si thua, pikë dobët e shoqërisë sonë, që ne vëmë njerëz që presupozohet që janë kompetent, po kanë një minimum, si thua, eksperiencë. Pra ne vëmë njerëz se cilët pretendojnë që janë të superarsimuar, pra mbajnë këtu etiketat e universiteteve më prestigjioze në botë, dhe nëse i pyet kush është projekti më i mirë që ti ke bërë, nuk dinë të thonë. Pra se s'janë marrë ndonjëherë, pra. Janë marrë me aktivitete, ku diun, private, se shikon, nuk të del te koha. Pra, po ta kesh mendjen për të krijuar skema për marrjen e votës, po ta kesh mendjen për të pastruar paratë e korrupsionit, me thënë drejtën unë besoj se del koha edhe për të punuar, pra nuk ka kohë për të bërë projekte këta njerëz. Dhe këta vinë aty pikërisht sepse janë në shërbim të këtyre interesave. Asgjë s'ka ndryshuar në Durrës edhe me, po them, leadershipin e ri në krye të bashkisë. Nuk shohim ne ndonjë përmirësim sa i përket aspektit të arkitekturës apo të menaxhimit të qytetit. Por kjo është bërë në mënyrë qëllimshme. Pra, në Durrës është bërë plani vendor, për shumë vite nuk u miratua qëllimisht që të bëhej, si thua, një manovrim me ndërtimet e reja, me pallate dhe kështu me radhë, dhe është lënë pikërisht në këtë lloj forme. Dhe ne kemi parë që projektet publike, sheshe, rrugë dhe kështu me radhë, janë bërë në shërbim të drejtë për drejtë të pallateve të reja të ndërtuara. Në shërbim të drejtë për drejtë. Pra janë rrugë që s'kan ekzistuar, por sheshe që nuk kanë ekzistuar, pra është bërë pallati në det, në kuptimin e plot fjalës, është bërë në det. Pra aty ku shkon shumica e vizitorëve në Durrës, e shitoria të Aulandia, është bërë pallati në det për vërtetë. Bashkia shkon të bëjë një shesh gjigant të madh, që të mos shihet që pallati është në det, dhe normalisht është shtuar toka, dhe s'dallohet më. Pra ne kemi zonën për shembull të afër të Durrës Jat Marina, që supozohet që kanë standard të madh. Ne kemi raportuar herë, unë mbaj mend që në vitin 2015, raportime të her pas hershme. Madje shpimet e mia para në gazetari kanë qenë me këto lloj artikuj, raportonim se si shtoi sipërfaqja, pra. Atëherë ku nuk lejoi ndërtimi, do çonin njerëz në burg për një kasolle që bëhej për baktina, ku diun për pulat, për një kotec, dhe shtoi sipërfaqja në det me platforma betoni, me hekura, me beton arme dhe kështu me radhë. Kjo vazhdon. Pra qeveria shqiptare po shton rërën. Pra për të legjitimuar projektin e Durrës Jat Marina, që qartësisht është mbi portin e vjetër, është duke shtuar rërën, është duke bërë shëtitore, por duhet thënë një gjë, nuk është në emër të shumë mirë që është bërë, njerëzit të shijojnë dhe kënaqen, por nuk është në emër të interesit publik, është në emër të projektit. Pra, po nuk patë projekt i cili lidhet me qeverinë, me krimin organizuar dhe me korporatat në Shqipëri, nuk do kesh ndonjë shërbim më publik, siç është infrastruktura, rrugët dhe kështu me radhë.
Ngeri, unë me miqt që bashkëbisedojmë në këtë podcast, kemi edhe një seksion të disa fotove që unë ja tregoj edhe ata përgjigjen sipas asaj emocionit të parë që marrin, por para se të kaloj aty, doja në fakt të më tregoje diçka edhe mbi këtë portën e qytetit, muret e portës, që dukshëm aty ka shku një kompani, edhe e ka rrethu, unë për shikuesit në fakt e kam edhe kështu si imazh, edhe është bërë kantier ndërtimi nën port. Çfarë po ndodh me këtë sot? Ju keni disa kohë që ndiqni këtë si çështje. Një tjetër këmbane e cila i hapi rrugën përfundimisht hyrjes në Putrinë dhe të gjithë zonat ekskluzive të mbrojtura. Unë mendoj që ky ishte kali i fundit i betesi gjithë i sistemi politik, ekonomik, kriminal, korruptiv. Çfarë ndodhi? Qeveria shqiptare miratoi ndërtimin e një porti hidrokarburesh. Po. Në kuvend të majtë të djathtë me ngjyrë pa ngjyrë ran dakord. Në rregull. Pra u miratua projekti. Dhe projekti i cili u miratua kishte si synim ndërtimin e një porti hidrokarburesh. Sapo u futën këmbët në projekt, Po. rrugës më pas dhe shumë interesante, pikërisht në vitin 2015 u miratua, në 2016 Ministria e Kulturës çfarë bën? Merr një vendim fakt për të përshëndetur, po pavarësisht se dukshëm si duket e morën sa për të larë veten e tyre, përveç se muri e portës është një mur barrier. Pra, nëse ti shkon në qytetin e Durrësit dhe sheh ketora veneciane, muret e mëdha, po të shkosh 7 kilometra në fund, pra që është pjesa e Porto Romanos, në Porto Romano dallon që është një mur shumë i bukur, një mur i ngjashëm me atë që quhet mur barrier. Nëse ushtrit armike do zbarkonin pikërisht nga kjo zonë, ky mur do ishte si një barrier dhe është nga më të trallët në gjithë botën, jo vetëm Shqipëri. Çfarë ndodh? Qeveria përveç se ishte monument kulture kategorisë parë që në periudhën, pra shumë herë, i vlerësuar që periudhën e mbretërisë, i shpallë një zonë buferike, pra shpallë zonë mbrojtje. Pra u blindua monumenti. Filluan punimet e projektit. Këtu është e blinduar me inertë, këtu është e blinduar me cisterna, me dokumentacion në fakt. Çfarë ndodh? Filloi zbatimi i projektit. Filloi, punimet, filluan këto institucionet e kulturës, u bë dhe çështja në prokurori. Po hetojnë prokurori nëse ishte dëmtuar monumenti, nëse ishte dëmtuar. Pra po flite, a ka pasur tentativë vrasje dhe gjatë hetimit u bë vrasja. Lemëri, pra shkuan, çfarë bëri kompania? Pra kompania që zhvillon kryesisht drejtohet nga kompania nga Kastrati Group, që është një kompani shumë e madhe, dhe çfarë bën ata? Nisën projektin aty dhe shkatruan pikërisht pjesën që i ka dhënë emrin zonës. Pra muret e portës është Porto Romano, pra Porta Romane. Ishte pikërisht të dyja ishin masive të mëdha, mure konsoliduar ku ka qenë Porto Romano mban emrin për shkak të gjurmëve që ka ky mur aty. Dhe u shkatrua simboli. U shkatrua simboli dhe prokuroria po hetonte nëse ishte dëmtuar, ata shkuan e shkatruan, as nuk e dëmtuan. Po mirë, ky mur ekziston tani. Aty është rrafshuar një pjesë e madhe dhe pjesa simbolike. Po. Fal presioneve të ndryshme, përfshirë dhe presionin diçka mbijetoi. Aty ka mbijetuar një pjesë e vogël. Dhe çfarë ndodh tani? Prokuroria në fund fare bashkë me ekspertët, sepse unë prandaj them që këtu nuk ka intelektual, pra ekspertët, cilët janë të kontraktuar nga prokuroria, emra që ne shquajmë për profesor dhe kështu me radhë, shkojnë bën një raport që domethënë japin përgjigje pa përgjigje dhe në fund nuk kuptohet nëse o zotëri, shumë e thjeshtë, ky mikrofon është apo nuk është këtu. Pra fillon përshkrimi, ka një mbajtse, ka një tel, dhe nuk kuptohet është apo nuk është, pra nuk thuhet që është shkatruar, nuk është me mikrofonin në vend, është marrë më shkatruar. Prokuroria mbyll hetimin, nuk ka vepër penale. Dhe gjykata në rregull, nuk ka i lloj gjëje për t'i dënuar, pra kompania ja hedh pa u lagur dhe nga drejtësia. Kjo është e paimagjinueshme. Pra një akt ekspertize që të fshej domethënë kufomën, vetëm pra si thua kompromentuar gjithë hallkën e në një koncesion, është koncesioni i shtetit shqiptar dhe kuvendi çfarë bëri? Mirë që i dha licencën për port hidrokarburesh, por ja zgjeroi dhe në port kontenjerësh, madhërash. Kjo gjurmë që ka mbetur aty, gëzon ndonjë status ligjor ky mur që ka mbetur? Ai me statusin që ka, me thënë të drejtën, nuk duhesh t'i afrohesh se ishte me zonë buferike, duhet t'i rrije 3 metra larg, përsi me urdhër mbrojtje. Atij monumenti nuk duhet t'i afrohesh, jo më. Tani çfarë bëri qeveria shqiptare? Ne në fakt tentuam që përmes Europa Nostra, përmes formave të ndryshme, ne kemi bërë një cikël investigimesh fakte kanfora, ku e kemi ekspozuar të gjithë këtë rast korruptiv të shkatrimit të zhvillimit kulturor. Se po ta tregoj edhe ty për eksaktësisht. Është kjo. Kjo është gjurma e mbetur. Po gjurma e mbetur. Kjo është ka mbetur këtu. Dhe kjo është rrethuar tani nga biznesi. Kjo është bërë shesh parkimi.
vendos cisterna për portin, po të kesh qef mund të fikësh dhe cigaren sipër murit, pra nuk të ndalon kush. Dhe nëse Unë dua të kuptoj, është kjo që ka mbetur, është monument, ka ndonjë kategorizim është monument kulture kategorisë së parë dhe ka zonë mbrojtje që nuk duhet t'i afrosh. Pra kjo është monument kulture, por nëse unë dua ty të vizitoj këtë si një turist. E mirë është as mos ta provosh sepse të fillosh të bësh një debate me rojët që do të shpjegojnë që këtu është sporti, nuk lejohet, kush je ti, pra përveç se flasim në mënyrë të vrashtët, të zbytin sikur ti je qytetar që s'ke asnjë lloj drejtë mbi monumentin, ndërkohë që duhet të hapur. Po pse e mbajnë monument atëherë kur ti nuk ke akses për ta parë, domethënë sepse është pikërisht ajo që folëm që fillim, pra këtu nuk ka standard. Portin mund ta ndërtosh, po portin mund ta ndërtosh me standard. Çfarë bëri qeveria shqiptare për të largoja? Po mos bë port ore nëse aty ke monument kulture. Po mos bë port më zotëri. Po nuk është vetëm kaq. Se ti nuk mund të shembësh amfiteatrin se do bësh port. Këtë e ka bërë vetëm, ku diun, qeveri diktatoriale në Egjipt. Që tha unë do bëj zero central, tha edhe këtë monumentin e kulturës do e sharroj, do e vendos në një mal ngjitur. Po që ta mbyste, se kjo është ta përmbytësh, domethënë kjo është ti ke vënë derë, e ke futur brenda biznesit tënd një xhevair kështu monument kulture që ta kesh kështu për atmosferë të punës gjatë. Të se ka bërë as regjimi i terrorit, pra i Enver Hoxhës, pra as komunizmi se ka bërë. Komunizmi aty kishte ndërtuar një bunker brenda asaj kullës, nuk ishte mirë që e ndërtoi, por ama nuk e dëmtoi monumentin, e integroi. Pra më e keqja nuk e rrafshoi, e integroi dhe e kishte lënë gjallë, pra e kishte lënë në këmbë lapidarin që pra rikujtonte viktimat tonë, sepse çfarë ndodhte? Aty ka qenë kampi, pra aty kanë qenë depot e minave më mbrapa. Tu ka një tjetër aferë, sepse u prishën ndërtimet e Ministrisë së Mbrojtjes pa leje fare dhe vetëm pak kohë më parë qeveria i ka dhënë me koncesion tokën. Pra, kishte 4-5 vite që ishte zaptuar toka me kohë. U shemb hapësirë ku ka qenë kampi përqendrimit. Ka qenë lapidare që kujtonte viktimat tona. Viktima që njerëzit shqiptarë që u morën në kampe përqendrimi u mbajtën, u çuan edhe fatkeqësisht në ato kampe të tmerrshme në periudhën e nazistëve dhe ishte pikërisht për të kujtuar, për të mos harruar kurrë, por ne jemi shoqëri që harrojmë. Pra, u shkatërua trashëgimia, historia kombëtare, memoria, dhe nga ana tjetër u mor përpara dhe mjedisi aty. Dhe për t'i vënë, si thua, shkapakun, qeveria shqiptare, pra Ministria jonë e Kulturës, shkoi bashkë me drejtuesit e portit dhe bëri një palë marrëveshje që tani kompania do ta, po shumë mirë dakord, po do ta marrë dhe do ta marrë mbrojtje këtë pjesën, do ta rrethoj, do ta bëj. Kjo është e rëndësishme, që ajo të paktën të hapet për publikun dhe të mbrohet, pas një fushate të madhe që ne kemi ngritur si media, përfshirë dhe duke futur në lojë Europa Nostra. Ama ajo që duhet theksuar është fakti që nuk duhet amnistuar një krim. Pra nuk ka amnisti. Realisht duhet rikuperuar, por duhet mbajtur përgjegjës ata të cilët e bën këtë punë. Se me këtë logjik edhe në butrin nesër i futur uspën, njësoj është mbrojtja. Pra ai mur është i mbrojtur si butrinti. Kjo është, më thënë, mua gjithmonë më ka shqetësuar kjo pamje, fal jush që keni sjell disa reagime të erpaseshme për këtë, po është e jashtëzakonshme. Mirë, ne do kalojmë në disa imazhe të cilat ti zgjedh ti komentosh sipas emocionit të parë që t'i japin ose ndikimin edhe impulsin e parë që t'i japin. Pra burgimi i Durrësit i cili nisi si një hapësirë e cila duhet ishte për këto krimet e lehta, pra është pak më soft, më i butë qëndrimi aty, u kthye në një farë para burgimi VIP. Pra ne kemi sot aty ish kryebashkiak ose kryebashkiakun e Velies, s'po dim as si ti quajmë më tani se këta sfidojnë drejtsinë, pra edhe statusin nuk dim se si ti ta themi se pavarësisht se ti xha je i dokumentuar dhe i dyshuar për korrupsion, vazhdon rrin aty. Kemi ish ministrin Ilir Beqa, kemi po ashtu të tjerë anëtarë të krimit organizuar të rëndësishëm apo funksionarë të lartë siç ka qenë dhe ministri Koka dhe kështu me radhë, të cilët kanë shkuar në këtë paraburgim dhe kanë qëndruar një pjesë vijojnë qëndrojnë aty. Ajo që është ironia e fatit është fakti që nëse do marrim ish kryebashkiakun Veliaj, investoi në Tiranë, bëri sheshe shumë luksoze për standardin ton dhe në fund përfundoi në një qeli e cila jo vetëm gjatë ditëve të përmbytjes do të hysh me gomone në burg për të hyrë dhe për të dalë dhe u përmbytën, por është e mbytur nga lagështira, nga mungesa e standardeve dhe është pika hallit. Pra, nuk është vetëm një pikë. Pra nuk është vetëm se është bërë tani si thua nivelet e Dantes, pra nuk është bërë tashmë vetëm një nga stacionet e ferrit, por është dhe simbol i atyre të cilët abuzuan
me parat publike dhe në fund nuk arritën dot të lobonin apo të përmirësonin sistemin e vuajtjes së dënimit në Shqipëri. Pra është për burgim ku rrin VIP-at, por është i mbuluar nga mungesa standardeve, nga lagështira dhe kështu me radhë. Pra është më shumë një simbolike e mungesës që ne kemi pra të kujdesit ndaj atyre të cilët shpesh herë jeta ndoshta mund të përballi me drejtësinë. Po, vërtet. Dhe po ashtu shoqëruar me pjesën e burgosurve që kanë përfunduar aty, që janë këta VIP-at e politikës. Kjo është shumë interesante, mozaiku i Meandrit, në fakt është një nga raportimi i parë i Amforës ka qenë për Velierën, por një raportim para ka qenë pikërisht për mozaikun i Meandrit. Është simbol absolutisht i shoqërisë sonë, i kulturës sonë, megjithëse janë elemente pagane, lidhen me ritet i lire, pra, me simbolin e diellit, me besimin që ne kemi, por është lënë në mëshirë të fatit. Fatkeqësisht ky mozaik u zbulua gjatë ndërtimit të një pallati. Po si gjatë ndërtimit të një pallati, mos e pallati duket që ka themelet, kolonën. Ne mund të ndërtojmë dhe mbi mozaik. Se mua nuk më bën sens, më kupton që mozaiku zbulohet mbasi ndërtohet pallati, se aty është ndërtuar pallati. Eksaktësisht. Dhe jo vetëm kaq, por aty janë edhe muret e banesës, sepse ka qenë një vilë romake, një vilë luksoze. Në gjithë botën qytetërore ka zgjidhje, nuk diskutohet që ka zgjidhje, mund të ndërtohet lart, por ndërtohet për objekte të arkeologjike të cilat janë masive. Pra nëse ti e ke masive mund të ndërtosh, merr masa konservuese, ruajtëse, por e din që këtë gjë e ke masive dhe vizitohet. Unë e kam parë domethënë se është dhe Athina që është edhe Selaniku që një pjesë të rrugëve i kanë ndërtuar mbi rrugë, po kanë lënë aty hapësira xhamit të mëdha që ti shikon, domethënë e kanë respektuar. Ka nevojë për zhvillim, po tani nuk është pallata tani. Po ja dhe gjetje normale, por nuk janë pallat më pak në Durrës, po ka Durrësi hapësira me bë. Dhe çfarë ndodh? Ndërtosh me mozaik. Po të ishte ndaluar ky pallat, do ishte ndaluar një keqje më e madhe. Pse? Përsëri rikthehemi te historia që ky është një sistem mafios, sepse ne kemi zbuluar një tjetër investigim fatkeqësisht që ky pallat është si një lloj mallkimi, më shumë interesant, si një lloj mallkimi. Ata që blen apartamente aty u mashtruan sepse janë shitur apartamente nga 2-3 herë. Pra u krijua një konflikt i madh social, sepse edhe vetë apartamentet u abuzuan. Pra një person e ka bler, pra 3 persona kanë bler një apartament, shitur 2-3 herë dhe u bë konflikt social. Dhe kush më e keqja? U shpall fatmirësisht vitet e fundit monument kulture, u pastrua, u sistemua që të vizitoj, shpërthyen përsëri uret e zeza. Dhe ai vazhdon të notoj, pra ka që nga viti 2005, që është një vlerë jashtëzakonshme e trashëgimisë sonë kulturore materiale, që noton në uret e zeza, pra simbol degradimi dhe keq menaxhimi i trashëgimisë sonë. Interesante kjo e mallkimit që mbart. Është shumë interesante. Te ky pallat kanë pasur fati, është shumë pranë edhe zonës ku unë banoj, dhe si thosh, her pas here unë kaloj aty dhe me trishtim për ta parë se ç'po ndodh, por e shoh edhe në pallate të tjera. Çdo hapësirë që ka shkatruar trashëgiminë kulturore, pra arkeologjinë në qytet, nuk e di se si ndodh, shumë e çuditshme, kanë bërë garazhe me idenë që do t'i shfrytëzojnë, asnjë nuk është shfrytëzueshëm, janë të gjitha të përmbytur. Është një lloj kjo është si thua, unë kam interpretim qytetar, po duket që nuk i ka ecur. Pra kanë qenë projekte që janë nisur me lehtësi që në fillim. Pas nuk i ka shfrytzuar dot, janë të përmbytura sot. Dhe historia i është kthyer për t'i ndëshkuar. Duket një farë drejtësie, Interesante. Kjo është tora veneciane që apo qoftë dhe Osmane nëse do të jetë sipas disa studimeve tjera, por është simboli i qytetit Durrësit në fakt. Është një nga hapësirat më të bukura që ne kemi. Fatmirësisht aty ka shpëtuar një rrip i holl, i gjelbër, por ne kishim mbetur këtu. Nga pas dallon pallati është i quajtur pallati Flarit, ku vetë muri rrethues i qytetit u fut brenda në pallat. Pra ne kemi edhe këtë tjetër, pra që edhe vetë muri rrethues futet në pallat. Pra ne kemi bërë shpikje të jashtëzakonshme dhe kemi bërë herë të punë. Po deri këtu njerëzit si thua, okay, nuk ishin të lumtur, po të i kishin pranuar. Ama projekti që është sot, pra fizikisht i gjallë aty, i cili ja ka humbur të gjithë vlerën torës veneciane, të zhvillimit të arkeologjisë së qytetit, është Veliera. Pra Veliera 10 milion euroshe asadoqoftë që ka shkuar, sa i rritet fatura çdo vit. Veliera e famshme që u përmbyt. A shikon ti të ketë ndonjë utilitarizëm ajo, domethënë përdoret Veliera, domethënë se ajo është një urë që ka një stre sipër. Është përnorur ndonjëherë për ndonjë event publik, për ndonjë ngjarje publike. Kalimtar ka aty,
bën dikush foto, domethënë, ore i shërbeu ndonjë gjë, qoftë me bën një selfie dikush aty domethënë. Ke parti si qytetar. Unë besoj që ajo duhet shpallet si pishina publike dimrore, sepse sa herë që ka përmbytje ajo mbushet e gjitha dhe larg qoftë ty njëri natën se mbetet dhe nuk del më, del do të vetë, do makina po, pra përveç se është kthyer në një pishinë publike sa herë përmbytet, nuk duhet të ketë një zgjidhje për pjesën e menaxhimit të trafikut. Pse? Më parë aty ka pasur një kryqëzim ose në formë T-je deri diku. Dhe funksiononte shumë mirë trafiku, hynin autobusët të mëdhenj me zgjidhjen e re që ka bërë bashkia nga zona historike e poshtë, autobusi i parë që hyri, që mbaj mend unë fillimet e para ngeci. Nuk ka shans kaloj asnjë autobus aty. Pra ne dëmtuam aksesin në zonën historike, pikërisht për t'ju imponuar qytetarëve. Ky është një projekt i cili simbolizon pra ridindjen urbane, simbolizon këtë qeverisje, leadershipin e atëhershëm të aktual bashkisë Durrës, pra që kishte në krye ish bashkiakun Vagjush Dako, të cilët u imponuan me forcë. Çfarë humbëm ne me Velierën? Sepse shpeshherë nuk thuhet. Po. Nuk është e vërtetë që ato ishin mbetje moderne dhe osmane. Kjo është thuaç një gjysmë të vërtetë. Po. Sepse politika e shiti kështu. Nuk është e vërtetë. Aty përmes projekteve kërkimore, dhe nuk e tham ne, e than institutet kërkimore të universiteteve në Francë, u gjetën gjurmë që nga periudha arkaike. Pra edhe më herë se periudha qytetare ilire, helenistike, romake, bizantine, osmane moderne, pra aty ishte eksaktësisht stresa e ADN-s, e rrafshuan këtë. Dhe nëse kjo s'do mjaftonte, fakti që aty dolën themelit e konakut të Princ Vitit, Durrësi u shpall atëherë, pra viti erdhi në Shqipëri dhe pranoi pra për të bërë mbret me idenë që kishte një pallat mbretëror pra, konakun, se nuk do vinte më se donte standardin. Ai vinte nga bota qytetëruar, nuk ishte njëri pa s'do vinte ai të rinte te kotecet e Tiranës apo kudo qoftë. Pra ai erdhi sepse ishte konaku, dhe jo vetëm kaq. Konaku u bë dhe arsye që Durrësi shpallë kryeqytetin e Shqipërisë pra, sepse kishte qendrën pra, ju vendos mbretëria. Ne gjetëm themelet, gjetëm dhe topat Osman më vonë, që i hodhëm diku nëpër muzea se restauruar. Themeli doli i pastër. Një shoqëri e emancipuar arrin të thotë stop. Ne do reflektojmë. 10 milion euro ne rindërtojmë tërësisht skicën siç ka qenë konaku, dhe të vinë njerëzit të kënaqen. Bëjnë një atraksion plus, qoftë duke lënë dhe themelet. Pra tërhiq u bëj hapa pas. Ky kokdellëku jon që o do ta çosh përpara projektin ose ka, si e ke dhënë fjalën Filani dhe Fisteku se do ndash trajsën e parave në tërësi, se kjo ndodh për projektet e shumta publike, se po e tregojnë ndosjet, nuk është aludim, kjo bëhet në kurriz interesi publik. Ne kemi humbur shumë atë projekt. Nuk është vetëm fakti që njerëzit nuk e duan, ende nuk e pëlqen, ende nuk është mbyllur si projekt. Kemi humbur dhe lekët, more, kupton. Kemi humbur dhe lekët mbi të gjitha, por ne humbëm veten, pra ne humbëm veten, humbëm shansin ton aty, humbëm identitetin. E vërtet. Plazhi i madh, ashtu quajtur plazhi i madh i qytetit Durrësit, i cili nisi keq. Mund të ishin bërë pallate. Mund të kishin bërë pallate sa të donin, po mjafton ta kishin bërë si fqinjet tan. Mos ishte bërë në vijën e parë. Po ne duam mundësisht të shkojmë me, domethënë, do shkosh në fundjavë, pra kush është dëshira e një shqiptari mesatar, do shkojë në fundjavën në agroturizëm. Agroturizmi është në majt mali dhe mundësisht ta fuzësh makinën domethënë brenda agroturizëm. Pra nuk ka asnjë lloj dëshire për të pasur ne një marrëdhënie të mirë me, po të ndërveprosh kesh marrëdhënie të mirë me natyrën. Pra mundësisht të shkosh dhe me makinë det. Po rrit paktën ecë 10 metra në këmbë. Pra bëj një farë ecje rekreative. Ne humbëm shansin që vjen e parë ta kishim ruajtur. Por megjithatë, pavarësisht se u humbë dhe vija e parë, le të ndërtohej vija e dytë dhe mbrapa pallate, nuk ka problem. Sa ajo në gjithë edhe në rajon, patjetër në zonat e plazhit duhet të kesh hapësirë akomoduese. Mirë që humbi vija e parë. Por ne shkuam shumë afër detit. Jo shkuam afër detit, por ne hym detit në pjesë dhe themi na erdhi deti ne. Dhe si përfunduam? Përfunduam duke bërë platforma të mëdha me beton, që tani i mbushim me rër. Vjen dhe qeveria poshtë u bën dhe platformat e veta me për të mbushur mendjen e njerëzve që kjo është një platformë rëre, por nuk është rër, nuk është natyrale, ti e ke shtuar të gjën. Dhe do vi dita që deti do e marrin pas atë. Po, absolutisht. Ne ndërtojmë, i keni parë ato digat e shëmtuara që janë sidomos zonën e Qerretit, Golemit. Të shëmtuara, më janë shëmtuara. Po mbledhen pistiqe, krijojnë probleme dhe bëjmë pastaj zgjidhje mbi ato që i kemi bërë keq. Dhe ky është plazhi historik i Durrësit. Dikur ishte simbol. Të gjithë pra ka qenë dhe ky tren i famshëm që vinin qoftë nga kryeqyteti, që ishte qefi i madh për të shkuar tek plazhi i madh i Durrësit, por që fatkeqësisht u zaptua dhe jo vetëm kaq, por nuk ke mas ku të ngulësh çadrën aty. Shumë pak hapësira ka plazh publik. Pra ti blen një apartament me idenë që do jesh buz detit dhe përfundon që ti s'ke ku, pra ti ke bler realisht apartamentin, po ti duhet blesh gjithë jetën tënde shezdonin, se s'ke ku të shkosh. Pra kjo është jo normale.
E vërtet është kjo. Zihesh për. E ndërkohë që thua u bë keq, duket se dikush po vjen të na thotë që ta bëj mirë. Kjo pastaj është çështja mbitor të gjithë kësaj historie, ku një aset i jashtëzakonshëm, pse rikthehemi tek historia? Sepse nëse ne njohim historinë, nuk të duket e bukur shive. Kjo është jahte, pallate, drita. Çadra nuk kam, ë? Po mbasa do i gjej diku tjetër. Do vend te kjo pjesa ku do paguajnë. Kjo është shumë e bukur për që në vërtet po. Këtë mund ta themi. Durrësi mbijetoi dhe pikërisht u trashëgua nga brezi mbres për shkak se porti ishte aty. Pra ky port i cili po zhvendoste në Porto Romano në një zonë për mua është komplet kitsch atje, sepse dhe unë nuk jam ekspert, po mjafton të shkosh fizikisht dhe dëgjosh ekspertët, atje është era të merr me vete, domethënë. Pra, imagjino tash të fuzësh gjithë trafikun ton detar ta çosh atje. Por gjithsesi, unë mendoj që jo rastësisht porti i qytetit ishte vendosur aty. Dhe qyteti mbijetoi vetëm për shkak të kësaj. Në periudhën osmane Durrësi u kthye në një fshat. U bë shumë i vogël. Mbijetoi për portin, mund të ishte fshirë Durrësi nga historia. Mbijetoi për portin sepse ishte porti dhe qyteti kryesisht ishte në shërbim të portit. Në skarsosh me Shkodrën për nga zhvillimi. Po dhe Shqipëria e gjitha identifikohej për portin e Durrësit. Edhe në komunizëm, pra ajo është porta, pasaporta jonë drejt perëndimit, porta jonë përveç se asaj shkuan pas 90-s. Po ne përmes kësaj dilnim pra, me çfarë çonim kronin ne, po përmes portit Durrësit. Me çfarë bënim ne marrëdhënien tonë me perëndimin përmes portit Durrësit? Ai është një port simbol ekonomie, historie, tradite dhe zhvillimi. Fakti që ne tani po se kjo nuk shkon. Pra bëhet aeroporti i Vlorës në një hapësirë komplet pa lidhje. Pse? Sepse e marrim kollajnë se është tokë publike. Pra, duhet sipërfaqe e madhe ndërtimi. Ku e gjejmë ne? Prisi që ka porti Durrësit. Po hajde fshim portin. Marrim portin se tokë pa lekësh. Nuk ka për dal pronare, si ke ti di. Apo si në Lezhë. Nuk ka nevojë me udhëzim rraf çdo ditë banorët. Domethënë nuk po bëjmë dajakun mes Durrësit. Po ja marrim shtetit, pra domethënë ja marrim shtetit, se ne vazhdojmë me filozofinë që çfarë është jashtë derës shtëpisë tonë është e huaja domethënë. Pra kujtojmë se është komunizmi i gjallë. Po nuk është më, mos është ajo. Ka një zhvillim interesant këtu. Unë tentoja të bisedoja shpesh me banorë të Durrësit dhe referuar këtij projekti, shumica më rezultonin që ishin entuziast. Madje edhe banorë të Golemit mendonin që do kishin një bum zhvillimi për shkak të kësaj që s'ka lidhje fare me nuk di ku i afekton gjikundi. Edhe kryeministri vet, kur mbaj mend në zgjedhjet e kaluara përmbylli atë fushatën e Durrës, ju tha durrësakëve që sa ç'është bër në kaq mijë vite histori në Durrës, ne do e bëjmë në 4 vitet e ardhshme. Duke u referuar këtij lloj projekti, sepse kam përshtypjen e lexoj pak të entuziazmin e qytetarëve që të lodhur nga mungesa e urbanizimit, nga mungesa e standardit, të joshur gjithmonë nga këto pamjet e jahteve që i shohin base në vende të ndryshme. Kjo ishte shumë rezultonte magjike. Dhe unë nuk e kuptoj pse, se kjo u bë pa transparencë, pa asnjë lloj. Nuk di nëse një qytetar jashtë kësaj zone mund të përfitojë ndonjë gjë domethënë. Ky ka një shpjegim. Shoqëria shqiptare vazhdon të jetë një shoqëri që do të fitojë shpejt. Pra ne jemi shoqëria e firmave piramidale, ne jemi shoqëria e gomoneve me kanabis e vazhdojmë me qëra fjala, ne jemi shoqëria që nuk kemi model, pra pasurimin me shumë punë, me shumë meritokraci dhe në terma afatgjat. Pra ne jemi si ndërtuesit. Çfarë thotë një ndërtues? Po e prishën thotë trashëgiminë sot se do rritën pres sot 6 muaj sa të bëhet raporti arkeologjik. Prishe, mbaron punë, ndërto, shit dhe mirupafshim. Shqiptarët në tërësi e kanë, unë mendoj që ky është problemi i shoqërisë tonë. Dhe në Durrës patjetër, pra njerëzit mendojnë që është si puna në Vlorë, s'ka njeri që marr raportin, se nuk e kuptojnë akoma se çfarë ndikimi do sjellë në mjedis dhe kështu me radhë. Pra, si thua, qytetarët thonë këtë gjë, do bëhet porti dhe gjëja e parë që do bëj unë, kam një apartament. Pra do të rris Tiranë, minimumi do rris Tiranë, por harron që po i rriti Tiranë, se kjo është teoria kur ti nuk mendon për tjetrin. Pra vendose veten dhe nga ana tjetër. Pra, po marrite Tiranë mua, unë do të rris kafen, tjetri do rrisi, nuk e di, shërbimin tjetër, dikush do rrisi një shërbim tjetër. Pra, ty po të rrit ekonomia lokale, praktikisht nuk fiton vetëm rritësteti, pra vetëm patmundshmëria, por ty do të rriten edhe shërbimet. Dhe në këtë moment ty jetesa do të bëhet e vështirë, se me vërtet ty të rrit qiraja, ti merr më shumë, po shpenzon më shumë. Pra, kjo është e pamundur dhe kjo po i ndodh disa zonave turistike, siç mund të jenë disa qytete në Spanjë, që
dikush që ka gjithë jetën që punon hidraulik atje, domethënë në një farë mënyre qyteti merr një lloj hovi, vinë vetëm turistë edhe ekonomia i shet turistit 2 euro ujin. Mirë, po nuk pyet ai nëse këtu ka banorë edhe hidraulik, elektricistë e tjerë, ekonomistë, financier që do vende këta ta blen 2 euro ujin pastaj. Edhe janë duke u ndeshur në shumë qytete, po kam përshtypjen që është pak e vështirë për ta perceptuar sepse ky është një lloj modeli ekonomik i munguar dhe ne e shohim vetëm kështu në 3D, nuk arrim ta kuptojmë realiste çfarë do ndodh. Fjala vjen qytetet ka disa zona turistike që janë të jashtëzakonshme në Amerikën qendrore, Panama, Kubë, disa zona atje, të cilat kanë resortet më të bukura të botës. Mirë, po të dalësh nga muri rrethuesi resorteve, njerëzit janë aq të varfër sa mund t'i blesh me $1, me $2. Dhe të krijimi një nyje luksi në qytetet e Durrësit nuk është se automatikisht prodhon standarde për qytetin. Banorët do duhet të ishte e udhës që thonin çfarë fiton qyteti nga kjo. Sa zona, domethënë sa shkolla, a ka brenda fjala vjen objekte që ndërtuesi do ja udhëroj komunitetit. A ka qendra sociale? Po një gjë që do parkoj vetëm jahte dhe do shes vetëm apartamente, me shumë mundësi do i kthehet mbrapshtja i mallkimi që fole pak më parë. Po sepse këta qartësisht i bien shkurt dhe çfarë si e bëjnë kurrizë të brezave që do vinë. Ka një pikpyetje të madhe. Ne shëtisim Amfora realisht ka një fokus në Durrës, pra ne jemi një media lokale, por kur ka interes publik ne prekim çështje të ngjashme siç janë sfidat e qytetit në zona të caktuara. Ande nga qyteti im ke vajtur? Tani ne kemi mbritur deri në ide që do bëjmë Pogradeci, po bëjmë Marin dhe Pogradec. Pra domethënë në Marin, Pogradec mund bësh patjetër, dhe është shumë interesante, të ndërtosh platforma, po për barka, absolutisht, të ndërtosh pra me hidroplan, ta bësh interesant dhe tërheqësh qytetin, po jo të shkosh me ide në një marine. Pra këta dhe kur i bën projektet kanë përshtypjen që dikur i bënin copy paste, po si duket edhe ChatGPT apo i ndihmon më shpejt. Këta dhe kur i bëjnë dhe kur i paraqesin shëmtuar. Se çfarë ndodh? Nuk është çështja që ne po mbështesim ekonominë lokale. Pra, nga ana tjetër e liçenit, tek ata shqiptarët të cilët janë matan kufirit, jeta jetohet shumë ndryshe. Pra, sapo ti shkel, automatikisht injektohet një oksigjen, një dozë qetësie që nuk ka lidhje me ne. Pse? Sepse ata e menaxhojnë në mënyrë shumë të qëndrueshme. Çfarë do thotë? Nuk është situata që ne kemi probleme vetëm në Durrës. Kur ne shkojmë në projekte të ngjashme, pra nga veriu në jug, pak më vonë do shkojë kjo punë dhe në Alpe, dhe luginat atje un kam përshtypjen që do t'i rrafshojnë mirë. Por jemi në situatën që ne nuk kemi më gjire detare të cilat janë në gjendje natyrore, në gjendje të virgjër. Ne jemi duke dhënë çdo gjë. Çfarë do vinë për bresa pas 50 apo 100 viteve, kjo është e pakuptueshme, sepse ajo pika e vogël tek Xhiri Manastirit është transformuar dhe është ndërtuar. Dhe po i shemba ato ndërtesa, ty nuk do të del më shkëmbi natyror, sepse ai është një shkëmb i cili është bërë, pra kjo është interesante, është përballë Korfuzit, Korkyrës. Pra dikur ai i cili ulej aty tek ai shkëmb i Xhirit Manastirit, ku ishte muri Demës, pra që nga periudha e lire, kishte përballë një nga qendrat e botës antike. Pra duhet kuptojmë pak se në çfarë nivelesh kemi qenë ne. Dhe ato ishin gjitha shkëmbi natyror, pra ishin të jashtëzakonshme, janë latuar. Aty mund të ulesh, tani ke dhoma gjumi, guzhin. Mund të ulesh, po duhet të ulesh. Mund të nga dritare banjës. Duhet të ulesh pasi ke kaluar traun. Por unë dhe ti si qytetar, dhe njerë, unë kam asgjë me zonat rezidenciale. Realisht unë mendoj që duhet ketë zona tilla, por jo të marrësh në mënyrë ekskluzive sede publike, se ti nuk hyn më aty si qytetar, se ke traun, domethënë. Kjo do ndodhi në Durrës. Qyteti ka për të bërë shumë i vështirë për të jetuar. Nuk është se i hyn ta me paranë vet private. Hajde tani, po bëjmë Gjirinë e Lalësit, zonë ekskluzive. Okej, unë për vendimin e bllokua. Aty është për ta parë se sa e bëjmë Dubajin, siç e bëri Dubai. Aty është për ta parë, e bëjmë dot ne? Pse bëjnë qerret këta? Po shkojnë marrin portin, pra marrin një aset të jashtëzakonshëm. Dhe ajo është një vizje shumë e rëndë strategjike. Ekonomia jon unë besoj që ekonomia jon ka për të pasur goxha sfida të ndikuara nga ai port, sepse janë mbi 90% të gjithë trafikut ton detar që kalon aty. Mallrat që vinë, po pasagerët, po kontenjerët që vinë. Ne fusim automjete për gjithë rajonin, që vinë nga Shqipëria importohen. Sprezin Shqipëri dhe çohen pastaj shpërndahen. Nga porti i Durrësit vinë. Kjo është një lëvizje e cila, nëse do flasim edhe për gjeopolitik, ne qof larg na vendos tek cepi. Dhe po vendosim tek cepi, pastaj nuk e di se për çfarë mund të shërbejmë ne aleatëve tanë strategjiku, nuk e shërbejmë dot as vetes tonë. Gjeri, unë titullin bisedës ja kisha vënë, a mund të ndihmohet Durrësi?
me modelin që ju keni treguar, ju le të themi e keni demonstruar që Durrësi mund të ndihmohet. Po që Durrësi është në pikë të hallit, kam shtypin që edhe kjo është e dukshme. Edhe unë shpresoj shumë që të rinj, po edhe qytetarët kenë të njëjtin model të mënyrës se si angazhohen edhe për të shpëtuar qytetet tona. Dukshëm Durrësi ka kapur ca faza që ndonjëherë janë kështu të pakthyeshme në disa momente, por ka një seri qytetesh të tjera, vepra, trashëgimi kulturore të cilat mund të shpëtojnë, edhe unë ju falenderoj që ju bëni një punë të jashtëzakonshme. Nuk dua të të lot më gjatë sepse ne e kemi kaluar 1 orë e 20 minuta bisedë, kështu që unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij komunikimi. Ishte shumë kënaqësi dhe unë uroj që këto doza aktivizmi lokal të shpërndahen dhe të jenë sa më të gjalla në qytetet tona, por patjetër që edhe në hapësira si Durrësi ka ende shpresë për të urimë këmbër. Shumë faleminderit. Miq, ne do takohemi sërish në të prepën e ardhshme me bisedën e ardhshme. Shpresoj shumë që kjo bisedë t'ju ketë orientuar edhe t'ju ketë shërbyer në disa nga qoftë qëndrimet tuaja apo në ato se çfarë mund të kontriboni në vendin tonë të ardhmen. Faleminderit dhe mirupafshim.